Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse keni debate në shtëpi, jasi të largoni syrin e keq nga familja juaj. Syri i keq është një besim popullor se dikush mund t'ua bëjë vullnetarisht ose pa dashje. Përjetoni sëmundje dhe gjëra që nuk ju ecin mbar, zakonisht të nxitura nga zilia. Nëse mendoni se ju ose familja juaj vuan nga syri i keq, mund të përdorni këto metoda të mëposhtme për të ndihmuar në diagnostifikimin dhe lehtësimin e saj. Diagnostifikimi i syrit të keq. Vini re simptomat. Energjia negative të një person ziliqar mund të shkaktojë simptoma fizike që nuk lidhen me një sëmundje, siç janë infeksionet e syve, probleme me stomakun ose ethe. Gjithashtu ka të ngjarë që personi i prekur të ketë probleme personale, familjare ose profesionale, pa ndonjë shkak të dukshëm. Ndiqni metodën e qymyrit. Kjo metodë praktikohet në Europën lindore, thjesht lëshoni një copë qymyr druri në një tigan me ujë, më pas syri do të largohet. Provoni metodën e dyllit. Një metodë tjetër është që të nxehni dyllin dhe të shikoni se si do reagojë ai. Metoda e kripës. Në shumë kultura praktikohet metoda e kripës. Vendosni krip në vatrën e sobës suaj dhe shikoni nëse kërcet më shumë se sa duhet kripa. Tregon se ju ka marrë më syshi dhe duhet ta largoni atë me do e mos. Folkloristi Alen Danac shkrua në librin e tij Syri i keq. Historia e rasteve më domethënëse se fati, shëndeti i mirë ose pamja e bukur mund të provokojnë sulmet nga dikush nëpërmjet syrit të keq. Simptomat e sëmundjes të shkaktuar nga problemet e syrit të keq mund të përfshijnë humbje të oreksit, zverdhje, temperaturë të lëkurës, lemzë të vjella, temperaturë të lartë e të tjera. Nëse objektet e sulmit janë në një lop, qumshti i saj mund të shterojë. Nëse është një bim ose një pemë frutore, ajo do të thahet papritmas. Sipas Armando Favecas, thuhet se syri i keq shkakton gjithashtu një sër sëmundjesh të tjera që përfshin pagjumsinë, lodhjen, depresionin dhe diarren. Në shumë vende këto simptoma konsiderohen si një çështje magjike dhe mjekësore, dhe arsyeja se pse një person i caktuar preket nga një sëmundje mund t'i atribuohet një mallkimi të rastësishëm ose ekspozimi ndaj një virusi. Madje sipas studiuesit Robert Ellis, mallkimi mund të prekë objektet dhe ndërtesat. Syri i keq mbi një automjet mund të prishë këtë të fundit në një mënyrë të pariparueshme, ndërsa një shtëpi e mallkuar mund të nisë të ketë probleme me çatin që pikon kur bie shi ose sulmi nga insektet. Gati çdo gjë që shkon keq mund të shpjegohet me fuqinë e syrit të keq. Ky fenomen është i mirë njohur gjatë gjithë historisë. Ai përmendet në taksat e lashta dhe në ato romake, si dhe në shumë vepra të famshme letrare. Edhe pse besimi te syri i keq është i përhapur, ai nuk është universal. Një studim nënkulturor i vitit 1976 nga John Roberts zbuloi se vetëm 36% e kulturave besonin në konceptin e syrit të keq. Syri i keq është një lloj mallkimi ndërveprues me magjinë që ka edhe besytnin brenda. Përpara se shkenca të shpjegojë modelet e motit dhe teorinë e mikrobeve, çdo ngjarje e keqe për të cilën nuk ishte një shkak të dukshëm, shpjegohej me mallkim. Po ashtu, syri i keq mund të prekë çdo dhe mund të cënojë gjithashtu edhe jetën tuaj. Syri i keq është një besim popullor se dikush mund të bëjë vullnetarisht ose me dashje. Gjithashtu, nëse mendoni se ju ose familja juaj vuan nga syri i keq, atëherë mund të përdorni metoda të thjeshta natyrale të cilat do ju ndihmojnë në largimin e tyre. Jeni ndjerë ndonjëherë keq pasi një person ka ardhur në shtëpinë tuaj. Keni vënë re se si gjendja juaj shpirtërore dhe humori kanë ndryshuar nga një moment në tjetrin. Kjo sepse disa vizitorë mund t'ju sjellin energji negative në shtëpi. Ndjenja si zemërimi ose xhelozia mund t'u influencojnë direkt në ambientet e shtëpisë suaj. Për të pastruar energjinë nga shtëpia juaj ose ambienti i punës, mund të përdorni disa objekte të cilat sipas filozofisë Feng Shui mund të ndryshojnë në jetën tuaj. Këto janë objekte dhe kuptimet e tyre të cilat ju mbrojnë shtëpinë nga syri i keq. Mbajtja e një pasqyre jashtë derës kryesore të shtëpisë parandalon hyrjen e energjisë negative, duke reflektuar me besnikëri gjithçka që ka përpara. Pasqyra ja kthen atij që i drejtohet.
Në këtë mënyrë negativiteti mbetet jashtë. Megjithatë, vendosja te porta nuk është një ide e mirë sepse mund të pengojë edhe hyrjen e fatit dhe pozitivitetit. Vendosja para dritares varet nga peisazhi që pasqyron. Nëse pamja është e shëmtuar ose shikoni nga në një spital ose mjedis i trishtuar, zgjidhni një vend tjetër, sepse këto imazhe do të pasqyrohen brenda shtëpisë së suaj. Në dhomën e gjumit mos e lini në një pozicion që pasqyron edhe njerëzit që flen. Nëse kuzhina është mirë të vendoset pasqyra, atëherë mund ta vendosni pas sobës, mundësisht kujdesuni të reflektojë imazhin e luleve. Kripa e trashë është e aftë të mbajë energjinë e mjedisit larg. Vendosni një gotë me krip të trashë në shtëpi dhe do të liroheni nga negativiteti. Mund të vendosni edhe në një vazo transparente dhe në të vendosni disa deg të thata. Kështu mund të përdorni edhe si dekor. Kripa simbolizon forcën, pastrimin, rinovimin e energjisë dhe neutralizon gjithashtu syrin e keq. Torfili me 4 flet lidhet gjithmonë me fatin, përveç se simbolizon elementet e natyrës, tokën, zjarrin, ujin dhe ajrin, simbolizon edhe ciklet e plota si për shembull katërstinët ose fazat e hënës. Sipas përvojës popullore, fati është akoma më i madh kur e gjen rastësisht. Pavarësisht faktit nëse e keni kërkuar ose jo, mbajtja e një të tillë në shtëpinë tuaj tërheq dashuri, pasuri me bollëk. Nuk do të ketë hapësira për negativitet. Syri i fatit premton mbrojtjen për ato që e mbajnë. Ky vendoset në shtëpi te dera kryesore, forma e një lloj bariere që hyn edhe në energjinë negative. Disa njerëz zgjedhin ta mbajnë jashtë portës, ka edhe nga ata që e mbajnë te makina ose te tryeza e punës. Këto objekte janë në gjendje të kapin energjinë negative të mjedisit përreth, kështu që ka shumë gjasa që një ditë të bukur të thyhet. Kjo do të thotë që ka përmbushur rolin e pastrimit nëse ndodh zhvendësojeni atë me një tjetër. Nuk është rastësi që sot shohim bizhuteri me syrin e fatit. Në fund të fundit, mbajtja e energjisë negative larg nga trupi nuk është asnjëherë e tepërt. E dini që kambanat e vogla të cilat disa njerëz i mbajnë te porta e shtëpisë kur lëvizin emetojnë tingujt bazë të erës. Quhen lajmëtar të erave dhe përveç emetojnë tinguj relaksues që do t'japin kënaqësi ti dëgjosh, kur vendosen në hyrjen të shtëpisë, mbajnë larg zilin dhe kështu shtëpia ka më shumë mbrojtje, citon Feng Shui. Në disa modele gjenden edhe gur simbolik në përbërje të saj. Kjo është një mbrojtje shtesë për shtëpinë tuaj. Shumë qytetërime i përdorin këto metoda për të mbajtur larg syrin e keq, dhe gjithashtu gjithçka ka të bëjë me besimin e personave që i përdorin. Syri i keq mund të prekë këdo, dhe pasojat e tij mund të jenë nga më të ndryshmet, nga marrëdhëniet e këqija në familje deri te humbja e financave ose vendi i mirë i punës. Nëse vëreni se jeni të prekur nga syri i keq, ka 10 alternativa të cilat do ju ndihmojnë në mbajtjen larg të këtyre problemeve. Sipas ekspertëve, ju duhet të përdorni edhe ato të cilat ju mund t'i mbani në shtëpinë tuaj ose në ambientet e shtëpisë, të cilat do të sjellin fat të mirë dhe do të mbajnë larg syrin e keq. Kur vjen fjala te shmangja e forcave mistike dhe të keqdashjes së botë, ndoshta nuk ka dikuri të njohura të pranishme që e shpjegojnë syrin e keq. Për të kuptuar origjinën e syrit të keq, duhet së pari të kuptojmë dallimin mes amuletit dhe vetë syrit të keq. Megjithatë, shpesh quhet syri i keq, amuleti okular është në të vërtetë bukuria që ka për qëllim të shmangë syrin e vërtet të keq. Mallkimin që transmetohet me shikimin e syrit dashakeqës, shpesh i frymëzuar nga zilia. Dijeni se zilia e madhe e disa personave mund të sjellin edhe syrin e keq në praninë e familjes suaj dhe jo vetëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.